Misioni Projekt Warden. Keni dëgjuar ndonjëherë? Tani po ja u tregoj. Është një ngjarje që ka ndodhur para disa viteve dhe deklaratën e lë një nga funksionarët më të mëdhenj të atyre kohrave, pra të viteve 70, një shkencëtar i quajtur William Tompkins. William punonte për NASA-n dhe tani po ju tregoj se çfarë ndodhi, jo vetëm me të, por edhe me ato deklarata që ai la. Dëgjojeni me kujdes sepse është për ta diskutuar. Le ti marrim këto si teori konspirative, por dëgjojeni me kujdes. William Tompkins, sipas të dhënave, sepse ka të dhëna të pakundërshtueshme që ai punonte për NASA-n dhe në atë kohë ai ishte një projektues i aircrafts, pra një projektues i këtyre anijeve spaciale. Dhe në këto anije, sipas të dhënave, ai tregon që kanë marrë pjesë disa specie jo njerëzore. Edhe ndonë se juve ju duken si fantasi, dëgjojeni deri në fund. Pse thot kështu? Sepse, sipas tij, njeriu pas ka shkuar në hënë, por ka ndodhur diçka. Dhe e dini çfarë? Sipas tij, disa specie që jetojnë në planetin Tokë kanë ndihmuar njerëzit për të shkuar në hënë. Dhe tani po ju them se si. Atëherë, në vitin 1969, kur mendohet që njeriu shkoi në hënë, ai thotë që ne nuk ishim në gjendje sepse nuk mundeshim që të ndërtonim anije të tilla, pra të kishim këtë teknologji. Ne u munduam në të gjitha mënyrat, po ishim bërë disa, disa marrëveshje. Dhe marrëveshjet nuk i ka bërë vetëm Amerika, sipas tij, por i kanë bërë edhe nazistët, i kanë bërë edhe rusët, sipas tij, pra të gjitha vendet. Pse thuhet kështu? Sepse mendohet që në të gjitha kontinentet ka disa specie që jetojnë në tokë, po. Dhe jo sepse kanë frikë nga njerëzit, por nuk janë të tillë që nuk mund të qëndrojnë dot me rrezet e diellit. Pra nuk mund të shfaqen dot në rrezet e diellit. Dhe pse? Sepse sipas tyre këta janë drakonian dhe reptilian dhe këto lloj specie në fakt tregohet që edhe kontakti që bëjnë me njerëzit i bëjnë gjatë natës, pra jo gjatë ditës, dhe është ky një nga faktet kryesorë që ata nuk shfaqen ditën. Jo sepse nuk munden, ata munden edhe ditën që të shfaqen, por mund t'i krijojë probleme në lëkurë, pra probleme dermatike, si thon ata. Dhe si përfundim, ky shkencëtari thotë që ne u munduam me të gjitha mënyrat, kisha bërë disa projekte të anijeve spaciale, pra hapësinore, por nuk mundeshim sepse asnjë nga këto nuk mund të shkonte tej orbitës. Dhe si përfundim, erdhën na thanë që të shkonim të punonim së bashku me disa specie. Dhe këto specie i treguan se si mund të ndërtonin dhe i ndihmuan për të shkuar në hënë. Mirë po duhet të shkonin në hënë vetëm në një pjesë ku mendon ata, jo në Black Moon, pra jo nga ana e anës së zezë së hënës, por në një vend të caktuar. Dhe atje, sepse siç thot ky, në të gjitha zonat, pra në zonën në të gjitha ato la valle, nuk më vjen tani në shqip, me një fjalë në ato luginat, pra janë të okupuara ose të uzurpuara nga këto specie. Pra secila ka një pjesë prej tyre në anën e Black Moon dhe kanë disa pajisje që u nevojiten atyre për të mbajtur nën kontroll njerëzit. Sipas tij, nuk e di tani, por unë po ja u tregoj tani atë çka thot William Tompkins. Dhe si përfundim, ai thotë që në momentin që e ndërtuam, shkuam në hënë, por së bashku me ta, pra të shoqëruar nga këto speciet. Dhe në fakt ai thotë që edhe nëpër anije kozmike, ashtu siç tregohet në vitin 1969, tregohet, pak në kështu thot ky, që edhe kur ulën, Armstrong me të gjithë këta, tregojnë që edhe nga zëri që kanë regjistruar, tregojnë që mbeten të shokuar, sepse u shoqëruan nga aircraft, si thot ai, nga këto anije kozmike që nuk ishin njerëzore. Dhe nga specie që kishin ndihmuar për teknologjinë. Por duhet të dini edhe diçka tjetër. Ai në fakt thot edhe për projektin, siç ju thash, këtë projektin e rëndësishëm që morën pjesë sipas tij rreth 10.000 njerëz. Këta 10.000 njerëz ishin të seleksionuar sepse projekti Solar Warden, kështu është quajtur, projekti Solar Warden. Dhe në këtë projekt morën pjesë rreth 10.000 ushtarë.
Dhe këta ushtarët që merrnin pjesë aty kishin një problem. Kishin një problem sepse projekti ishte perfekt, por kishin një problem që ata kur ktheheshin në tokë pas 2-3 vitesh apo 5 vitesh, në tokë kishte kaluar më shumë kohë se sa në hapësirë. Për ata që nuk e dinë, në hapësirë është koha është më e stërgjatur se sa në tokë, kurse në tokë ecën më shpejt koha. Kështu që ata disa prej tyre kishin lënë të fejuara, disa kishin lënë gra, disa kishin lënë fëmijët. Dhe si mund të ribashkoheshin ata pas këtyre viteve me familjarët, sepse në radhë të parë familjarët do e shikonin, do kuptonin që këta kishin ndryshuar. Dhe tjetra që ishte akoma më keq, ata në tokë kishin ndryshuar, ishin bërë më të mëdhenj në moshë, kishin kaluar pothuajse 20 vjet më shumë, si thot ky shkencëtari tani, ne nuk e dim këtë. Pra sipas tij, këta 10.000 njerëz që shkuan në hapësirë, kur ktheheshin në tokë, kishin kaluar 20 vjet. Dhe për të mos patur probleme, sepse ky ishte problemi kryesor që ata hasën me disa nga këta, që çmendeshin disa nga këta, dhe i kërkuan ndihmë këtyre specieve, pra këta që i kanë ndihmuar, pra speciet aliene, dhe këto, sipas gjasave, i kanë ndihmuar që tu hiqnin memorien e grave të familjes, të fëmijëve, u hiqin memorien, dhe sikur ta ndërprisin atë memorie që nga ajo kohë deri sa ata ktheheshin. Çdo të thotë kjo. Për shembull, nëse dikush nga këta kishte përjetuar mbi fjala 20 vjet, ato 20 vjet ata e prisnin nga tani deri para 20 viteve, pra kur ata ishin nisur, dhe duke prerë këtë pjesë, ata vazhdonin që të mendonin sikur të ishte një mendim aktual, pra mendim i momentit, jo mendim i një, si mund të quhet, i një misioni që kishin bërë për 20 vjet. Ndonse brenda tyre gjendej ende pra informacioni. Megjithatë, ky quhet ai projekti i famshëm Solar Warden, dhe këtë e ka vërtetuar sipas tij, jo vetëm ky shkencëtari, por edhe një shkencëtar tjetër që punonte së bashku me këtë, që ishte Robert Wood. Dhe Robert Wood ka thënë të njëjtën gjë. Mirë, problemi ku ishte tani? Që për ata që sepse këtu është thelbi i të gjithës. Pasi la deklaratën ky William Tompkins, pasi la deklaratën, nuk zgjati 1 vit e gjysmë, 2 vjet dhe u zhduk. Po, nga momenti që u zhduk, nuk dihet më se ku gjendet. Me fjalë, ai nga viti, la deklaratën mos gaboj në vitin 1999, në vitin 2002 u zhduk. Dhe askush nuk di se ku gjendet, ku është, çfarë bën. As familja e tij, as fëmijët e tij nuk din asgjë. Disa thonë që e kanë zhdukur, disa thonë që ndoshta e kapi një amnisi, disa thonë që kishte probleme dhe mund të ketë vdekur diku. Megjithatë, trupi i tij nuk u gjet kurrë. Ky është një nga këto misteret e pasgjithshme që tregohet që në çdo, siç thoshte edhe William, në çdo kontinent nën tokë jetojnë disa specie që mbajnë nën kontroll njeriu dhe bëjnë çfarë të duan me të. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për këto teori konspirative? Pres komentet tuaja ditë mbar.